Pas shumë orëve të vështira të përballjes me flakët, shiu ka dhënë ndihmë të rëndësishme, jo vetëm në fikjen e zjarrit, por dhe në dobësimin e vatrave që shtoheshin. Por, përballë kësaj betejë nuk ishin vetëm kushtet e motit. Zemra e kësaj betejë kanë qenë forcat e zjarrfikseve, por gjithashtu dhe asistenca me helikopter nga ajri, që ka bërë të mundur thuajse izolimin total të flakëve, jo vetëm në Prisk, por në të gjithë rrethinat e Tiranës. Vatra e zjarrit në Prisk të madhe ishte një ndër më problematiket, pavarësisht angazhimit të zjarrfikseve, forcave të armatosura dhe ndërhyrjes nga ajri me helikopter, zjarri arriti të shkrumbojë një sipërfaqe të konsiderueshme toke. Por mesditën e sajentes, qielli ndihmoi zjarrfiksit dhe rebeshi i shiut që mbuloi dajtin, ndihmoi në shuarjen e vatrës së zjarrit në Prisk. Për ABC News prefekti i Tiranës Shkëlqim Hajdari tha se në operacionet për shuarjen e zjarreve dhe rrethinat e kryeqytetit kanë ndihmuar dhe bashkitë e tjera. Siç e keni ndjekur gjatë gjithë ditës, 5 vatrat e mëdha mbrom kanë qenë shumë agresive, po fal një bashkëpunimi të shkëlqyer ndërmjet forcave të emergjencave civile me krye zjarrfiksit, edhe zonat e mbrojtura, edhe shërbimi pujor, edhe ushtria, të gjitha edhe forcat që na erdhën nga rrethet e tjera, nga Vora, nga Elbasani, nga Kamza, etj. Është menaxhuar dhe sot jemi të lumtur që s'kemi asnjë dëmtim në njerëz, në banesa. Zjarri në 5 vatra të mëdha është i kufizuar, po punohet nga ajri, fuqishëm edhe nga njerëzit poshtë në teren. Ajo që është në dajt është një punë, një sakrificë e madhe që publiku nuk e ka parë, por drejtori i zjarrfikseve që është në krahun tim djathtë, bashkë me ekipin e tij, kanë 3 javë që punojnë nga mjesi deri natën vonë dhe natën, por do të kemi parasysh që tereni është shumë i pjerrët. Shuarja së flakëve në Prisk po punohet intensivisht për të fikur edhe zjarrin në zonën e Selitës me shtrirje në dajt. Fal kësaj ndërhyrje, fal bashkëpunimit dhe me bashkitë e tjera, me institucionet, me forcat e armatosura, u arrit që ju ditën e sotme pat që pothuajse vatra e zjarrit është në kontroll me përjashtimet vogla që ka disa vatra akoma aktive, por që janë të parezikshme dhe nuk ka rrezik për hapi. Kanë qenë pothuajse nga shërbimi i zjarrfiksit i Tiranës ka qenë 75% e efektivit, ka qenë në këtë vatër zjarri. Janë lajmëruar gjithë gatshmit dhe kanë qenë aty. Në Selit vazhdon ndërhyrja nga ajri për shkak të terrenit të vështirë malor, por zjarri në pyllin me pisha nuk rrezikon zonat e banuara. Ndërkohë policia ka nisur një hetim në lidhje me zjarrin që përfshiu një natë më parë periferinë e Tiranës, duke nisur në Prisk, por që rrezikoi dhe Daiasin e Lundrën.